Në këtë edicion do të ndiqni. U godit me mjet të mpret, humb jetën një person. Kosova sot shënon ditën e dëshmorëve. Bijat e bardha të shtyra rrezikojnë qarkullimin e këmbësorëve. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Këtë edicion lajmesh e nisi me një ngjarje të rëndë që ndodhi mëngjesin e sotëm në Xhakov. Si pasojë e plagëve të marra nga një mjet impret, një person ka humbur jetën. Në raportin e policisë bëhet e ditur se viktima fillimisht ishte dërguar në CKMF e pastaj edhe në spitalin e Xhakovës, ku edhe ka ndëruar jetë. Një person ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra nga një mjet impret në Xhakov, ndërsa i dyshuari është vetëdorëzuar në polici. Sipas policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit të 5 majit 2026. Fillimisht, viktima është dërguar për trajtim në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, e më pas është transferuar në spitalin e përgjithshëm në Xhakov, ku edhe ka ndëruar jetë si pasojë e plagëve. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Xhakovës, Sheremet Elezaj, bëri të ditur se rreth orës 2:20 pas një mosmarrëveshje në rrugën Mbretëresha Teut, viktima dyshohet se është sulmuar me mjet të mpret nga një person tjetër i moshës madhore, i cili më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Njësitë policore kanë reaguar menjëherë duke dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa në konsultim me prokurorin e shtetit është iniciuar rasti si vrasje. Si rezultati veprimeve hetimore, janë identifikuar 2 persona të dyshuar, njëri prej tyre me inicialet ÇS rreth orës 9:45 është vetëdorëzuar në polici dhe me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë. Ndërsa nga emergjenca e spitalit të përgjithshëm Isa Grezda në Xhakov, për të kuptuar më shumë rreth rastit, na tregon shefi i emergjencës Dr. Ilir Hasanaj. Rreth orës 2:30 mëngjesit ose një pacient pa shenja jete, janë marrë gjitha masat e animatuar, por pa sukses pacienti ka ndëruar jetë. Kujtojmë se policia në koordinim me prokurorin e shtetit po vazhdon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti. Kosova sot shënon ditën e dëshmorëve, por kjo ditë ende vazhdon të mos jetë në kalendarin e festave zyrtare. Sot me 5 maj ku do nderohen dëshmorët e kombit, ata të cilët sakrifikuan jetën për më të shtrenjtën liri. 5 maj nuk është një ditë rëndomtë në kalendar për shumë familje kosovare. Kjo pasi kjo datë shënon ditën e dëshmorëve si një provë forte çmimit të lirisë dhe një kujtesë e përhershme se shteti i Kosovës është ndërtuar mbi gjakun dhe sakrificën e mijëra bijve dhe bijave të saj. 5 maji asnjëherë nuk duhet të lejoj harresë dhe as relativizëm, pasi gjithmonë duhet të na rikujtojë se liria, sovraniteti dhe pavarësia nuk janë dhuratë, por rezultati një përballje të ashpër me sakrificën më të madhe dhe më të shtrenjtën, jetën. Prandaj çdo përpjekje për ta zbehur këtë të vërtet është mohim i historisë. Ndonë se kjo datë shënohet për të përkujtuar të rënët, ajo nuk figuron në kalendarin zyrtar të festave të Republikës së Kosovës. Pra Kosova gati edhe pas 27 vjet pas çlirimit vazhdon të mos ketë datë zyrtare ku nderohen dëshmorët e kombit të rënë në luftën e fundit dhe luftrave të mëhershme për çlirim. Zyrtarët policor nga sektori i komunikacionit në vazhdin e takimeve të tyre në komunitet, sot kanë mbajtur një ligjëratë vjedhjesuese para nxënësve të shkollës Gjergj Fishta në Bishtazhin. Qëllimi i kësaj ligjërate ishte që nxënësit të njihen më shumë për format e sigurisë në komunikacionin rrugor. Takimi ishte shumë produktiv, kjo pasi edhe vetë nxënësit e mirëpritën këtë bashkëpunim.
Zyrtarët policor nga sektori komunikacionit në vazhdim në takimeve të tyre me komunitetet, sot kanë mbajtur një ligjëratë vetëdijësuese para nxënësve të shkollës Gjergj Fishta në Bishtazhen. Qëllimi i kësaj ligjërate ishte që nxënësit të njihen më shumë për format e sigurisë në komunikacionin rrugor. Takimi ishte shumë produktiv, kjo pasi edhe vetë nxënësit e mirëpretën këtë ligjëratë. I falenderojmë policinë e Kosovës që erdhën në shkollën tonë të na mësojnë për komunikacionet. Gjithmonë do të ecim në zebra, jo ku nuk ka zebra dhe të shikojmë majtas djathtas. Ne si fëmijë duhet të kujdesim në rrugë ose të shenjat e komunikacionit ku vina në shkollë për më shumë majtas dhe djathtas, mos po vjen ndaj makinë. Sipas komandantit të trafikut rajonal në Gjakov, Albin Sahaqia, njësia rajonale trafikut rrugor është duke zbatuar planin operativ siguria nxënësve në rrugë. Në kuadër të këtij plani, përveç patrullimeve dhe vendosjes së pikave të kontrollit pranë shkollave, policia ka vazhduar edhe me mbajtjen e ligjëratave teorike për siguri në trafik. Po ashtu, në kuadër të planifikimeve për rritjen e sigurisë së nxënësve në rrugë, aktivitetet të tilla do të vazhdojnë edhe në 10 shkolla të tjera të rajonit të Gjakovës. Pas pjesës teorike, do të zhvillohet edhe pjesa praktike, ku nxënësit do të dalin në terren së bashku me policinë për të njohur nga afër me punën në trafikun rrugor. Muret e çatit të dëmtuara shumë shpesh bën problem për komunitetin, pasi si rezultati i mosqëndrueshmërisë të tyre edhe mund të bien në të krijojnë telashe tjera në komunitet. Kamera e syrit sot ka regjistruar pamjen në një zonë të qytetit, ku shihen qartë se kjo problematik ku tjegullat e çatisë rrezikojnë të bien. Kronika në vazhdim na njeh më shumë se në cilën zonë bëhet fjalë. Këtyre dy veturave u duhet të shpejtojnë për shkak të gjendjes së kësaj çatie, tjegullat e secilës janë kërcënim për dëmtime materiale të veturave që kalojnë pranë këtij objekti. Për shkak të mungesës së trotuareve dhe drejtimit njëkahor në rrugën Hysni Dubrava, qytetarët për t'ju shmangur veturave detyrohen që të kalojnë nën këtë pjesë të çatisë që është gati për të shembur. Autoritetet mbikëqyrëse komunale duhet përkujdesur për sigurinë e qytetarëve në vende publike, duke sanuar këto dëmtime që janë rrezik për qytetarët dhe mjetet e tyre. Nga tjegullat e çatisë kalojmë të një tjetër problematike të qytetarëve, e cila këtëherë lidhet me vijat e bardha. Shlyrja vazhdueshme e tyre në disa pjesë të qytetit natyrshëm po vështirëson dhe rrezikon qarkullimin e këmbësorëve, e sidomos fëmijëve dhe të moshuarve. Ndonse Mediumi disa herë ka raportuar për këtë situatë, gjendja vazhdon të mbetet e njëjtë, që për këmbësorët po vlerësohet si pasiguri në komunikacionin rrugor. Tabela është e vendosur në rrugë, por vijat e bardha nuk janë aty. Mosngjyrosja e zebrave në rrugën Bujaroka po paraqet rrezik për qytetarët. E njëri nga ata nuk e ka në mend veten, por tjetër kë. Rrezik shumë të madh, shumë rrezik për fëmijët, sidomos moshunit, e koha ku të jenë duhet me pas kujdes me kujdesun rrezicet. E ky qytetar u mendua më gjatë se zakonisht që ta kalonte rrugën në udhkryqin afër shkollës fillore Fehmi Agani. Ani pse është rruga dedikuar për këmbësor, atij u desh të sigurojë mirë që këtu është vendi për të. Kjo pasiguri vjen si pasojë e fshirjes së pjeshme të zebrave dhe mungesës së ringjërosjes së tyre. Gjendja më e mirë nuk është as në disa nga zonat kryesore të qytetit ku mungojnë zebrat, gjë që paraqet problematik për shoferët dhe rrezik për këmbësorët. Mamit janë thelbësore për sigurimin e cilësisë së kujdesit ndaj nënës dhe bebit në sistemin shëndetësor në të gjithë botën. Edhe në spitalin e Gjakovës ndër gjenerata ka pasur mamit të shumta të cilat kanë dhënë kontributin e tyre në këtë drejtim. Sot ekipi ynë në ditën ndërkombëtare të mamis ka biseduar me mamin Sakibe Muhaxhiri, i cila këtë profesion e ushtron prej vitesh dhe përvoja e saj me lehona dhe foshnjët është e veçantë. Në ditën ndërkombëtare të mamive, vëmendja rikthehet te roli pazëvendësueshëm që ato kanë në kujdesin ndaj nënës dhe foshnjës, që nga shtatzania e deri pas lindjes. Sipas Sakibe Muhaxhiri, mamia është një hallk kyçe që lidh mjekun me pacientën gjatë gjithë këtij procesi,
duke ofruar kujdes të vazhdueshëm dhe mbështetje profesionale për nënën dhe foshnjën. Mamia në rol kryesor që ka në këtë proces, sepse është shtyllë që ndihmon mjekun dhe pacientin në para lindjes, domethënë gjatë shtazanisë, pas shtazanisë, në të gjithë procesin është, domethënë, është urë lidhse për ndihmimin e pacientit, foshnjës dhe kolegëve. Tutje Mamia Muhaxhiri thekson se roli i mamis nuk kufizohet vetëm në asistimin gjatë lindjes, por përfshin edhe edukimin e grave shtatzëna për ushqim, higjienë dhe rëndësinë e kontrolleve të rregullta, si dhe monitorimin e gjendjes shëndetësore për të identifikuar çdo komplikim të mundshëm. Ndihmon shumë duke bërë edukimin e pacientit, për shembull te shtatzënat i tregon për shembull ushqeshmërinë, higjienën, rolin e vizitave rutine të cilat duhet kryhen gjatë shtazanisë dhe nëse shen ndonjë komplikacion të mundshëm gjatë shtazanisë, do të thotë është ajo e cila mund të tregoj mjekut ose dhe vetë pacientës që diçka nuk është në rregull. Bën monitorimin e fëmisë, monitorimin e pulsit, tensionit dhe shenjave vitale në përgjithësi të pacientja. Me një përvojë prej 3 dekadash, Muhaxhiri shtoi se kujdesi mamive vazhdon edhe pas lindjes, duke këshilluar nënat për mirëqenien e tyre dhe të foshnjës. Këtë profesion jam që 33 vjet. Jam mami e vjetër, kemi mjaft rol, domethënë kemi me pozitivitet të ndikojmë te shtatzana. Roli kryesor i saj është se edhe pas lindjes, përpos në lindje, neve e këshillojmë se si duhet të sillet apo si duhet të sillet me vetveten, ushqimin, higjienën dhe të gjitha këto me radhë, po edhe për foshnjën, dhe ndërsa nëse ka ndonjë sugjerim edhe për parandalimin e smundjeve, vaksinimin me rregull të foshnjës apo dhe vetë të nënës. Mes tjerash, Mamia Muhaxhiri tregoi se me cilat sfida përballen ato. Turni i natës, i cili është pagjumësia dhe, domethënë, është sfidë psiqike dhe fizike të na. Kemi edhe sfidat të cilat për shembull më shumë ku të komunikojmë, ku të janë në mënyrë emocionale nëna, të rastet fatale do të thotë kur duhet bisedon me nonën dhe me pjesëtarët e familjes, domethënë këto janë sfidat pak më të rënda. Dita ndërkombëtare e mamive shënohet çdo vit me 5 maj për të nderuar rolin jetik të mamive në shëndetin e nënës dhe fëmijës, i cila u festua për herë të parë në vitin 1991. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. U godit me mjet të mpret, humb jetën një person. Kosova sot shënon ditën e dëshmorëve. Bijat e bardha të shlyera rrezikojnë qarkullimin e këmbësorëve. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.